Falenderoj të gjithë ata të cilët besuan në këtë projekt edhe punuan për këtë projekt, që nuk ka qenë as pak i lehtë, për i vërtetës, ka qenë një projekt tejet sfidues, edhe mjafton të shohësh pak më larg se si i gjithë aeroporti është ngritur 2 metra nga sipërfaqja e terrenit, pasi terreni këtu është 2 metra nën nivelin e detit, dhe se çfarë pune jashtëzakonshme është bërë në të gjithë pjesën e padukshme sot për të garantuar një platformë solide të kategorisë më të lartë ndërkombëtare dhe patjetër me të gjithë parametrat e cilësisë të cilat do të certifikohen nga institucionet ndërkombëtare. Kuksi lidhet tu sepse ka nisur puna prej kohësh dhe në janar është regjistruar zyrtarisht një kompani e re shqiptare e cila do të nisë së shpejti për të mos i ndalur më fluturimet në aeroportin e Kukësit. Mund ta tregojmë pak? Po. Air Kosova do të jetë kompania tjetër shqiptare dhe këta dy avion do jenë dy avionët e krenarisë sonë të përbashkët.